Për atë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim na ka porosit dhe ka porosit pejgamberin Allah që na të pasojmë Ibrahimin a.s. Qëfar të pasojmë Ibrahimin a.s. Që ta dini me rëndësi se ne përse festojmë Kurban Bajramin, qka ka të bëje Kurban Bajrami, qëfar simbolizon Kurbani. Kurbani vëllezër të ndershëm as që i simbol i sakrificës para therjes së Kurbani. Që ta dim se pse ne kena shpenzu dhe pse për qëto mot ne manifestojmë, festojmë dhe thermi Kurban. Nga se ne i takojmë Ibrahimit dhe fesë e Ibrahimit a.s. Gjithashtu në këtë ditë Allahu Azza wa Jalla e sprovoi Ibrahimin a.s. me sprovën më të madhe të jetës. Nga se e dini se Ibrahimi a.s. nuk ka pas evlat. Allahu Azza wa Jalla ka nderuar Ibrahimin a.s. në moshën thuaj se 80 vjeçare, kur i ka mush më shumë se 90 vjet. Ibrahimi a.s. e ka pa një ondër. Ondrat e pejgamberëve janë hak. A di çfarë ondër? E ka pa në ondër se gjelin e vet ta ban kurban. Kanë cituan Ibrahimi a.s. për ta therë gjelin e vet sakrificë për Allahun, qa urdhin Allahut me qunë në vend. Edhe ka konsultu me gjelin e vet dhe thot inni ara fil menami enni adhbahuk fendur madha të ra. O gjeli jem ka ba në ndër unë e tijet e duhet me të bo kurban, qfa po thut ti? Ka do djetar të gjithë prindit janë të dështuar që nuk komunikojnë me fëmijët e tyre. Të gjithë prindit janë të dështuar ata të cilën gjemë të tire i bojnë 13 vjetë dhe nuk shoqërohen me to, nuk komunikojnë me to, mirë po përdorin dhunda i tyre dhe tentojnë që i trajtojnë si kurse 5 vjeçar. Për këtë arsye qemë të tire dhe fëmijët të tire i dalin pi dore, ndërsa vëllezër të ndersëm për një çështje madhore, urdhin Allahut për të çuar në vend. Ibrahimi a.s. neve na dhani mësim, në mësim të shkëlqyeshëm që duhesh të komunikosh pa marrë parasysh se për me çfarë çështje madhore të vogël apo të madhe komuniko me gjelin tan, sikur të komunikosh me ta, të jesh i hapur me ta, do të kishe zgjidhje. Si që pas zgjidhe Ibrahimi a.s. me gjelin e vetë dhe vërtet e përmbisi që ta ban kurban. Mirë po Allahu Azza wa Jall a që e shpëtoj Ismailin a.s. që ta gëzon zemrën e Ibrahimit, që ta gëzon zemrën e Haxherit dhe që ta gëzon neve dhe në ditën e Kiametit, në këtë festë të madhe ku Allahu Azza wa Jall e shpaguan Ismailin me një kurban dhe thot Allahu Azza wa Jall vërtet kjo ka qenë një sprove madhe që me bo gjelin tanë kurban, me na i paslim neve gjem me i bo kurban. A kish mi pranu me i bo, nëse ne ngurejmë sot për 100 euro apo 200 euro, që ta thermi një kurban për Allahun Azza wa Jall. Pra therja kurbanit është shenjë simbol e sakrificës dhe rikujtim historisë që ati që sakrifikoj për Allahun Azza wa Jall, më të shtrenjtën, më të madhen, më të dashurin, atë e sakrifikoj vëllezër të ndershëm gjelin e vetë.